Në Lezhë, përkujtimi i ditëlindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu mbetet një traditë e vyer. Me rastin e 620 vjetorit të lindjes së tij në memorialin e Skënderbeut, u organizua një aktivitet përkujtimor, ku morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, qytetarë dhe nxënës shkollash. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Bashkinë Lezhë, historiani Paulin Nxefi, theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe vlerave që përfaqëson Skënderbeu, pavarësisht pasaktësive që mund të ekzistojnë mbi datën e saktë të lindjes së tij. Aktiviteti u mbyll në një koncert muziko-letrar, i cili kushtohej figurës së lavdishme të heroit ton kombëtar. Gjithashtu, Biblioteka Kombëtare e kujtoi heroin ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu përmes një ekspozite të veçantë shumë ngjyrshme me historikun e pullave të postës me figurën e Skënderbeut. Koleksioni i ekspozuar me këtë rast është pjesë e koleksionit privat të filatelistit Hysen Dizdari. Ai përmban pullat postare shqiptare që prej vitit 1913 e deri më sot të emëtuara në nder të heroit ton kombëtar. Me pjesëmarrjen e filatelistëve MMZ të vendit ton, studiuesve, historianëve dhe të rinjve nga Marif Tirana Campus, ekspozita ktheu vëmendjen jo vetëm ka heronit ton kombëtar, por edhe figurave të tjera të rëndësishme kombëtare me prani të gjerë në pullat tona postare.